Nderuar teleshikues, pak minuta na ndajnë nga nisja zyrtarisht e protestës së opozitës, pra do të nisë në orën 18 sipas njoftimit. Megjithatë, ne do të nisim edhe me lidhje të drejtë për drejta. Në këtë moment do të shkojmë menjëherë në lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren Yildiz Shuaipi, pikërisht për të rejat më të fundit. Përshëndetje Juna, ku ndodhesh në këto momente, ndërkohë që na ndajnë vetëm 15 minuta pra nga nisja zyrtare e protestës së opozitës. Enita mirëmbrëma, unë ndodhem poshtë banesës zotit Berisha në rrugën Mustafa Matohiti, aty ku edhe zoti Berisha do të dalë për t'u bashkuar protestës, pritet të nisë në orën 18 të pasdites, e që do të zjas deri në orën 20 të mbrëmjes. Partia Demokratike sot çel siparen e protestave të vazhdueshme, do të jetë një foltore kjo protest e ngjashme me foltoret e kuvendit ku demokratët e kanë mbajtur këtë lloj proteste dhe për të cilën thonë se nuk do të ketë mbarim deri në përmbushjen e kauzave të tyre për shkak se sipas opozitës i është cënuar e drejta parlamentare për ta ezauruar brenda aulës parlamentit. Demokratët thonë se janë rrëzuar të gjitha kërkesat që janë dërguar nga ana e opozitës në kuvend, si ato për mocione me debat me ministrat, me kryeministrin, ashtu njërazi edhe kërkesat e saj për hetim parlamentar. Dhe këtu kam parasysh dy kërkesat e Partisë Demokratike që u rrëzuan në seancën parlamentare të 30 tetorit, ajo për hetimin e zgjedhjeve të 11 majit, që opozita i cilëson farsë elektorale, dhe njërazi çështja tjetër për një hetim parlamentar për aferën me Gonigal, që ajo pretendon, gjithashtu në cilën që sipas saj në të është përfshirë edhe kryeministri Edi Rama. Zoti Berisha e ka thirrur këtë protestë pas diskutimeve që ka patur gjatë javës kaluar, jo vetëm me strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, por dhe me krerët e partive opozitare. Opozita kërkon largimin e kryeministrit Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila është marrë pandehur për çështjen e tunelit të Llogaras. Sa kaq, sipas demokratëve, do duhet të krijohet një qeveri teknike që të mund të garantojë mbajtjen e zgjedhjeve të lira të ndershme. Këto janë dy kërkesat e panegociueshme të Partisë Demokratike dhe për këtë arsye demokratët kanë nisur edhe këtë formë foltore proteste ku pa diskutim nga ana e demokratëve nuk qëmtohet në masivitet të protestuesve, por demokratët pretendojnë të përmbushin dy kushtet e tyre, largimin e kryeministrit, zëvendës kryeministres dhe krijimin e një qeverie teknike që do të mund të realizojë mbajtjen e zgjedhjeve të lira të ndershme. Pra në një farë mënyrë opozita në këto protesta kërkon që të dëgjohet fjala e saj që nuk dëgjohet në parlament, në seancat plenare apo në komisionet e ndryshme parlamentare, por të bëj punën e vet pra për qytetarët, dhe nuk është një protestë që pret një masivitet të qytetarëve të protestuesve. Pas njerëz qytetarë që duan të bëhen pjesë e kësaj proteste padyshim që do t'i bashkohen, por nuk është ky qëllimi i opozitës ta theksojmë. Ndërkohë që Juna, zoti Berisha nuk ka dalë ende nga banesa e tij apo jo? Jo, zoti Berisha pritet të dalë, në orën 18 nis protesta, megjithatë duke marrë shkas nga të gjitha tubimet apo protestat e mëparshme që kanë zhvilluar demokratët. Zoti Berisha në fakt është i fundit që bashkohet në protestën që mbahet përpara në bulevardin Dëshmorët e Kombit, por zyrës së kryeministrit, kështu që rreth orës 18:15 minuta mbase do ta kemi zotin Berisha në tubim. Përveç zotit Berisha, kush do të jenë të pranishëm nga Partia Demokratike? Kjo do të jetë një protestë e organizuar në formën e një foltore, ku në podiumin që është ngritur përpara kryeministrisë do të ketë disa folës. Do të jetë një protestë në cilën do dëgjohet zëri i deputetëve, të cilët e thash edhe në fillim të kësaj lidhje u është mohuar sipas tyre në parlament, u është mohuar e drejta e tyre për të ushtruar të drejtën e tyre kushtetuese dhe parlamentare. Do të flasin disa deputet, rreth 10-12 deputet, është parashikuar që të ngjiten në foltoren poshtë zyrës së kryeministrit Rama. Njërazi do të ketë edhe qytetar, do dëgjohet pra si zëri të zgjedhurve të popullit, ashtu edhe qytetarëve në këtë tubim të ditës sotme. E qartë. Të falenderoj për momentin Juna për gjithë informacionet që na personat të lidhjet të drejtë për drejtë. Do të kemi raportime të tjera më pas. Do të shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, nderuar teleshikues, kësaj here me gazetarin Ekel Xhangoli pikërisht për protestën. Do të qëndrojmë tek tema e protestës, sikurse e patë edhe në këto pamjet të drejtë për drejta për krah gazetarës Yildiz Shuaipi, ishin dhe pamjet e përpara kryeministrisë, aty ku do të zhvillohet pra edhe protesta e opozitës e thirrur për në orën 18, është vendosur pra një podium aty ku do të mbahet dhe fjala, sikurse e theksoi edhe gazetaria Shuaipi pak momente më parë. Kanë nisur pra të grumbullohen, ndërkohë që pritet të jetë i pranishëm natyrisht edhe kreu i opozitës, kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, i cili do të mbajë edhe fjalën e tij përpara qytetarëve.
Këto janë pamjet nga para kryeministrisë, ndërkohë që kujtojmë të nderuar teleshikues që bllokimi i rrugëve të Tiranës, rrugëve që të lidhin pikërisht me kryeministrin, ka nisur që në orën 15. Policia ka aktivizuar rreth 500 efektiv policie për mbarvajtjen e protestës, e cila do të vijojë të paktën deri në orën 20 sipas programimit dhe parashikimeve, të paktën pra do të nisë në orën 18 dhe është deri në orën 20 njoftimi pra për përfundimin e saj. Ndërkohë që vijojmë të jemi në pamje të drejtë për drejta të nderuar teleshikues, ashtu sikur sa e theksoi edhe gazetarja Yildiz Shuaipi, Partia Demokratike e nis këtë protestë që do të jetë e para që pas zgjedhjeve të 11 majit dhe kërkohet pikërisht pra dorëheqja e kryeministit Rama dhe më pas të krijohet një qeveri teknike për zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme dhe të përgjithshme parlamentare. Përshëndetje Nkeli, jemi në lidhje të drejtë për drejtje, pozicionuar para kryeministrisë, aty ku për pak momente do të nisë zyrtarisht edhe protesta e opozitës. Si është pjesëmarrja deri në këto momente, cili është qëllimi i protestës, është e para e një vazhde që do të vijoj më tej, kush janë të pranishëm edhe nga opozita? Po tashmë ora shënon, le të themi, afër rreth orës 18, pavarësisht se do edhe 8 minuta që të nisi zyrtarisht kjo protestë, ora tashmë shënon 17:52 minuta, duke afruar, le të themi, edhe nisja e protestës, por donë se le të themi jemi shumë afër nisjes së proteste, ende le të themi nuk është mbushur sheshi para kryeministrisë, por kanë mbërritur grupet e para të protestuesve dhe pse kjo duhet thënë ashtu sikur se ne kemi raportuar edhe gjatë ditës, është një protestë ndryshe nga të tjerat, jo një protestë kombëtare siç ne kemi parë, por do të jetë një protestë më shumë për të mbajtur edhe për të bërë denoncime nga ana e Partisë Demokratike, qoftë kryetari i Partisë Demokratike, por qoftë po ashtu edhe deputet, por edhe qytetar apo përfaqësues të shoqërisë civile. Të paktën nga Partia Demokratike u është bërë thirrje që të jenë të pranishëm grupi parlamentar i Partisë Demokratike, por gjithashtu dhe strukturat e Partisë Demokratike, sidomos ato të Tiranës, por gjithashtu edhe qytetar të tjerë, të cilët mund të bashkohen kësaj proteste. Por kjo nuk është një protestë e mirëfillt kombëtare. Kjo protestë më së shumti ngjan para shumë me protestën të cilën ne kemi parë vazhdimisht edhe në para bashkisë së Tiranës, por kjo me një qëllim tjetër, me qëllim për të rrëzuar qeverinë Rama dhe për larguar kryeministrin Rama, ndonse edhe para disa orësh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se kjo protestë është sipari i protestave që hapet sipari protestave që do të bëjë Partia Demokratike vazhdimisht në kuadër të aksionit të saj, aksionit opozitar, por kjo protestë do të jetë e përjavshme. Ky format do të jetë përjavshëm për faktin se Partia Demokratike pretendon se majoranca nuk e lejon opozitën të bëjë debat qoftë në komisionet parlamentare apo qoftë edhe në seancat plenare dhe për këtë arsye vetmja rrugë sipas Partisë Demokratike për të bërë denoncimet deputetët e Partisë Demokratike është ngritja e një foltoreje pikërisht para kryeministrisë. Sipas tij kjo protestë ka në fokus kërkesën e cila ka qenë në çdo protestë të Partisë Demokratike për të larguar kryeministrin Rama dhe sigurisht për të patur një kërkesë që tashmë ka vite që bëhet nga Partia Demokratike për ngritjen e një qeverie teknike, kërkesë kjo e cila edhe pse është bërë vazhdimisht nga ana e qeverisë Rama nuk është marrë ndonjëherë në konsiderat. Pritet që fjalime në këtë protestë të kenë deputetë të Partisë Demokratike, pritet që të jetë kryetari i grupit parlamentar Gazvend Bardhi, por edhe deputetë të tjerë, por sigurisht nuk përjashtohet dhe mundësia që edhe ata qytetarë të cilët janë të pranishëm do të duan të kenë fjalën e tyre në këtë platformë, do të lejohen që të kenë fjalën e tyre, por pak a shumë le të themi një lloj agjende paraprake, sigurisht do të jetë deputetët dhe antarë apo përfaqësues të strukturave të Partisë Demokratike dhe sigurisht pritet që momenti më i rëndësishëm le të themi kësaj proteste të jetë fjala e kryedemokratit Sali Berisha, ndonse nga ana e Partisë Demokratike dhe strukturave të saj është bërë thirrje që kjo të jetë një protestë paqësore, pasi nuk ka synim le të themi për të konfrontuar qoftë me policinë apo qoftë për të shkaktuar edhe kaos, por synimi i kësaj është për të bërë denoncime konkrete kundër qeverisë Rama. Por
sigurisht në këtë lloj forme Partia Demokratike nisë dhe përgatitjet paralelisht dhe për mbajtjen e një proteste kombëtare që ende nuk ka një datë konkrete, por kryetari i Partisë Demokratike ka bërë një seri takimesh me strukturat të Partisë Demokratike të Tiranës, po ashtu edhe me kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë, ku i ka kërkuar një mobilizim të strukturave në të gjithë territorin e vendit, por gjithashtu edhe përgatitjen e qytetarëve për mbajtjen e një proteste kombëtare që ende nuk ka një datë konkrete, por së shpejti është nga Partia Demokratike që do të ketë një protestë kombëtare. Por pavarësisht protestave kombëtare që pritet të bëhen nga Partia Demokratike, kjo proteste, këtij formati që mbahet sot, që do të pritet të mbahet sot, do të jetë e përjavshme, pasi e theksova, Partia Demokratike pavarësisht se ka betejat e saj në parlament, duket se tashmë nuk do të këmbgullet temi që të ketë ato debatet e përhershme që ne kemi ndjekur në parlament që kërkojnë të marrin fjalën vazhdimisht nga ana e kryeparlamentarit zoti Peleshi, por në momentin që ata nuk do të shprehen atë çka duan të shprehen në lidhje me temat që trajtohen në parlament, do të kenë mundësinë që t'i shpalosin pikërisht në këtë platformë, sigurisht duke u plotësuar fjalimet e tyre edhe me qytetar, përfaqësues të Partisë Demokratike apo dhe të strukturave të Partisë Demokratike. A do të ketë edhe forcat të tjera politike të opozitës, Keli, përveç deputetëve të Partisë Demokratike natyrisht, a do t'i bashkohen opozita? Ftesa është për të gjitha laget e Partisë Demokratike, sigurisht që Partia e Lirisë ka qenë me përfaqësuesit e saj, sidomos me sekretarin e përgjithshëm të saj Tedi Blushi në çdo protestë të Partisë Demokratike, po ashtu ftesa është edhe për çdo kryetar partie apo antar partie të forcave të tjera opozitare që të jenë të pranishëm, por kjo duhet theksuar për faktin se është një protestë e cila bëhet me një protestë e cila është paqësore që ka vetëm një objektiv, të shpalosin denoncimet që ata kanë kundër qeverisë dhe sigurisht edhe të gjitha rezervat që ata kanë për mënyrën se si po funksionon qeveria apo për mënyrën se si po bashkëpunon opozita me kuvendin. Kjo është një qasje e re, le të themi, e opozitës me kuvendin, nuk ka zgjedhur si herën e kaluar apo si herët e shkuara ku opozita shkonte në parlament, madje duke nxjerrë edhe karrige jashtë duke i djegur ato, por këtë herë ka zgjedhur që mos ketë një aksion të tillë në parlament, por të zgjedhë që fjalën e saj ta thojë në një platformë tjetër para kryeministrisë. Po pra, është një mënyrë më paqësore, le të themi, e denoncimit të pakënaqësive të opozitës, që të dëgjohet fjala jo vetëm opozitës, Partisë Demokratike, por edhe qytetarëve të lirë, ndryshe nga protestat parabashkisë që përmendë pak momente më parë. Po, kjo protestë bëhet pikërisht para kryeministrisë, pasi Partia Demokratike edhe në parlament gjithmonë ka patur akuzën e përhershme që kryeministri Rama nuk paraqitet në parlament për të dëgjuar nga afër të gjitha, le të themi, akuzat, por edhe rezervat apo qoftë edhe të gjitha problematikat që deputetët e Partisë Demokratike hasin në terren dhe ankesat e qytetarëve, dhe për këtë arsye edhe kjo protestë është ngritur pikërisht tek para kryeministrisë që me simbolikën që të dëgjohet nga kryeministri Rama. Por në të vërtet fokusi është gjithmonë për të kërkuar dhe për të denoncuar të gjitha skemat që Partia Demokratike pretendon korruptive që organizohen nga kjo qeveri. Por sigurisht kjo mbetet për të parë se si do të vijojë kjo protestë, por të paktën nga thirrjet paraprake që ka Partia Demokratike, skenari vetëm i kësaj është një protestë faqësore dhe me fjalime që do të mbahen para kryeministrisë. Por gjithçka mbetet për të parë, ndërkohë duhet të theksuar që edhe nga ana e forcave të policisë gjithçka është në kontroll, janë marrë të gjitha masat dhe po, do të flasim më pas edhe me kolegun Bayraktari në fakt për masat e policisë, ndërkohë që jemi me pamjet e drejtë për drejta, Enkel, duket sikur numri i qytetarëve është shtuar, prania e tyre para kryeministrisë. Kemi arritur në orën 18, pra që është edhe nisja zyrtare. Sa mendohet të zgjasin fjalimet dhe sa persona mendohet se do të mbajnë një fjalim sot, përveç qytetarëve që ndoshta do të jenë edhe spontane? Nga agenda paraprake që ne kemi parë, janë rreth 10 deputetë të cilët kanë shënuar emrin e tyre për të folur në këtë platformë, por sigurisht do të mbetet për të parë nëse do të arrihet që të gjitha deputetët të flasin. Ndërkohë duhet të thënë që kjo protestë është parashikuar të zgjasë për rreth 2 orë, pra nga ora 18 deri në orën 20, por sigurisht duhet parë nëse do të zgjasë vërtet 2 orë apo do të zgjasë edhe më tepër. Ndërkohë duhet thënë që pritet që edhe zoti Berisha ti bashkohet kësaj proteste, që në fakt fillimisht do të jenë deputetët ata që do të flasin, po ashtu më pas do të kenë hapësirën e tyre
qoftë edhe qytetar apo qoftë edhe përfaqësues të shoqërisë civile që e kanë ndjekur opozitën gjatë kësaj kohe dhe në përfundim fjalën mbyllëse të kësaj proteste do ta ketë pikërisht kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, që më shumë gjasa rreth orës 7 mund të ketë fjalën dhe zoti Berisha dhe më pas të kemi dhe përfundimin e kësaj proteste. E theksoj e thjerrur për një protestë paqësore dhe vetëm për denoncime dhe për të mbajtur gjithë ato fjalime që sipas Partisë Demokratike i janë refuzuar të mbahen qoftë në parlament apo qoftë diskutime apo debate në komisionet parlamentare. E qartë. Për momentin të falenderoj Keli, do të rilidhemi pas pak minutash sërish.